Erdhën së bashku për të bërë homazh në kompleksin memorial Adem Jashari në prekaz për nder të epopesë së ushtrisë qeverimtare të Kosovës, por vizitën tek familja Jashari e bën ndaraz. Ata nuk I kemi më fizikisht, por ata kanë vetëm ditëlindje. E kanë 2 prillin, 19 prillin dhe 28 nëntorin. Ndërkaq vdekja e tyre, rënja e tyre heroike është epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe tash ndonse nuk e kemi kryekomandantin Adem Jashari, Basen Shaban e Hamzën dhe të gjithë të tjerët jasharëve që u sakrifikuan para 27 vjetëve, e kemi Basen Rifat që do ta vizitojmë me shtëpinë plot nipa e mbesa, por mbi të gjitha e kemi Kosovën Republik me demokraci dhe zhvillim. Ata luftuan shumë më gjatë, se sa vetëm përgjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht duke I shndruar kullat e jasharajve në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot e mbron Kosovën, e mbron lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj. E para e vendit Vjosa Osmani pas homazheve zgjidhi që të shkojë për vizitë tek familja Jashari, teksa kryeministri ja bëri një vizitë fillimisht kompleksit memorial. Te kompleksi Kurti u prit me brohëritje të fëmijëve dhe u përsjell sërish me brohëritje, por kësaj here duke ja përmendur Partinë Demokratike të Kosovës. E për nacionalin falën të emocionuar edhe disa qytetarë. Kisha pas qef me konë tjetër kosh këtu. Në vend kujt s'po kuptoj? Në vend kryeministrit. Pse? Në vend presidentës, pse ata e kanë shliru. Ata e në konë bashkë me qita. Bashkë, me qita e në konë në luftë. Si t'ishin konë ata këtu, edhe t'i shkonë kryeministër me konë ata këtu s'u konë problemi. Do me thonë ata po denuhen në emët popullit. Nuk ka populli për mi denu ata. Për kujtëni që na kanë shliru. Si mësë ishin konë këta në sot si shumë qëtu. Sarë kim ku vinë ato, se është një ndërshajat kryesor që fillon të na historia popullit shqiptar. Të cilën në botë nuk ka bu një familje që ka bërë familja Adem Jasharit me 50 të diçka antarë që është vrarë këtë. Dhe një mesazh për gjithë popullin shqiptar, mos ta harrojmë të rishkujnat e uçeketartat të cilat me gjaki kena formuar. Kjo është, s'mund të thosh mrekulli se o diçka që është bojë diçka e keqe, diçka e mëdhimshme, po pjesëmarrja më pëlqen edhe si thosh hika I ngopër, që pash shumë njerëz. Mesazhi im për këtë ditë është me qenë që të jem sa më të bashkuar, të afrohem afër të mallit tonë Albin Kurti, që të çojmë amanetin e këtyre dëshmorëve këtu në përkaz e gjithë anën mbarë Kosovës, t'i plotësojmë ato që ata kishin kërkesa, luftuan edhe derdhën gjakun për lirinë tonë. Ndërkaq në anën tjetër me të ulur kryeministri në kullën e familjes Jashari, vllai komandantit legjendar Adem Jashari, Rifat Jashari, ja dha një këshill ministrit Sveçla. Dhe në fund krejt kryeministri me ekipin e tij u larguan me një varg të gjatë gjipa shtëzi.